Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë PUK arrestuan shtetasin PM 75 vjeç, pasi dyshohet se ka kryer punime ndërtimi pa leje në liçenin e Komanit. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër shpallën në kërkim shtetasin PN 24 vjeç banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj motrës së tij. Referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasën SD 25 vjeçe banuese në Shkodër, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin EN 25 vjeç banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit të policisë janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një mjet prerës dhe një kapele si ato të forcave të policisë. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë VOIDES referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit KM 21 vjeç dhe një 17 vjeçar, të dy banues në VOIDES, pasi për motive të dobta kanë goditur me grushte shtetasin AG 24 vjeç, duke i shkaktuar dëmtime në trup. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.